Deri në këto momente që po flasim, kishim takim, ndomas në ndajti ministri, edhe nuk pranoj stafin e komunës me ardhur në takim. Vetëm neve shoqatrat sindikaliste na morri, edhe shkum në takim, nuk morëm asnjë përgjigje prej ministrit, asnjë premtim prej ministrit nuk e morëm. Ministri nuk është detyrën time, e kem lut, ndash thuj me gjuhën politike, ndash me gjuhën popullore, ndash me çfarë do lutje kena bo, hajde qelna një ditare për me bo zgjidhjen namën qytetarët të Prishtinës. Ju lutna, thanë nuk ka mundësi me bo atë punë. Nuk e ka bo atë punë të ministri, na dërgoj prapë të kryetarit të e gjutë topin që kinse problemi qëndron të kryetari. Kryetari është i gatshëm çdo kohë mu ballafaqu me ministrin, me neve bashkë, prezencë, sikur në fillim me ngjashtë shku, ata s'na pranuan ballafaqimin, neve na munu me na i mush kupën e kokës, po se arritën dot me mushën, edhe tash mbetet ju media të ndëruar me keqardhë, po më duhet të thonë për qytetarët e Prishtinës që greva vazhdon nesër, edhe mundet më përshkallëzu në forma të ndryshme. Ju lutem, jem korrekt, kompakt, kërkojmë ndjes për qytetarët e Prishtinës, faleminderit që ton kohën keni prit, edhe pe juve media që na keni prit për këto informime. Janë informime gjysmake që s'kem arrit do të arrit marrëveshje para se sa. Neve nuk kem mjete për me fillu nesër punën. Ju faleminderit. Kente ministri, edhe përgjegjja e tij ishte në gjatë takimit, domethënë që ligjërisht nuk kem drejt mjete të tjera me aloku për komunë. Ligjërisht. Ndërsa kur vim tash të kryetari përparim Roma, e decidivisht thotë që ligjërisht ai ka pas gjithsesi drejt, duhet me aloku 35 milion të buxhet të detyrave tanake për vitin 2025. Ndërsa për vitin 2024 borta që do të bëhet është 28 milion që shkon përmes asamblesë komunale. Domethënë 35 milion nëse i alokon për komunë, kryen obligime dhe na mundna me vazhdue me shërbime ndaj qytetarëve. Ndryshe nuk ke mundësi. Këto ishin domosdoshmë reagimet e tyre